Që nga mëngjesi i hershëm e deri në mbrëmje, kjo është pamja e rrugëve të Prishtinës. Radhë të gjata të kolonave vazhdojnë të jenë përditshmëri e kryeqytetit, përkundër që kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, që nga mandati i tij i parë kishte premtuar zgjidhje për këtë problem. Vite më parë, kryetari Rama kishte marrë një iniciativë për krijimin e një unaze njëkohore brenda qytetit, por e cila dështoi. Nga njësia e trafikut të Prishtinës thonë se ata i kanë propozuar kryetarit Rama që kjo unazë të zgjerohet, duke i kthyer rrugët kryesore të kryeqytetit në rrugë njëkohore. Na kena kërkuar që rrethi që ma herët është testuar nga komuna, kjo është rreth perimetër jashtëzakonisht i vogël, për të testuar njëkohore, kena kërkuar që rrethi të bëhet më i gjerë, edhe të përbijen të gjitha lagjet në atë rreth. Do me thonë, na nuk e kemi dhënë në unazë të kryeqytetit, të cilat kishin kalu vetura tranzit prej një qytetit përmes Prishtinës në qytetin tjetër. Por për rrugët njëkohore, qytetarët kanë mendime të ndryshme. Rrugë njëkohore e mërmendja nuk është zgjidhje hes, se ka deri më shkuar. Nuk e di për shkak me kia rrugë njëkohore që tu do më shku për shkak 2 kilometër me dalë atje, ki më nal që tu, thatë pra, ti vjen që ne duhet më shku tjetër ka, në 2 kilometër marrë më për veç sa mi trupu rrugën. Unë nuk besoj ata, vetëm ekspertat mirë fillë, përgatitën se aty le fare ekspertas kryej shkollën me lullën vesh me ty e dirigjuar pe kafës, mos i qet pyetje, po del edhe doktor shkencë. Është vërtet që ka mundësi të përmirësohet qarkullimi me rrugë njëkohore. Rrugët njëkohore gjithmonë janë sjellin në shkarkim të komunikacionit, edhe do të ishte mirë që secila lagjes ketë sa më shumë. Problemi është kjo, për shembull ka merr këtu qendra ky sheshi, unë jam për sheshe, për hapësira publike ma shumë, për lëvizje të lirë qytetarëve sa ma shumë, dhe ajri është ka i pastër nëse përdoren sa ma pak automjetet. Një orë së ndel për Prishtinë. Kjo marrje shekullit. Qëfar shteti, qëfar zdi një. Me gjithë se janë t'ju mënu, për s'ka kur gjë i herë për herë, jo. E njohësi i komunikacionit, Noldeta i thosë se është e pamundur të realizohet një gjë e tillë. Ajo që vjen prej policisë sigurisht se ata i kanë kërkesat e veta, po unë po shpresoj se kryetari Mrana i ka edhe ekspertat e vet dhe ka planin urban, edhe thjesht do ta realizojë planin urban, krijimin e 2 zonave, edhe zona 2 lidhet me rrugë nacionale, regionale ose edhe autoudhë, edhe kjo është zgjidhja më e mirë. Pastaj lidhja mes zonës parë dhe zonës 2 duhet më shku sigurisht me rrugë që ne i parashohim një shkencore që duhet më lidh, është rrugë diagonale, radiale, pastaj tangenciale dhe kombinume në qoftë se varësisht prej pozicionit të terrenit se çish më i lidh. Bon, kjo është ajo metodat të cilat duhet Prishtina muli rrugë prej qarkullimit të automjeteve. Zona parë nuk e ka atë kuptimin se mundet me bëni zgjidhje sa i përket rrugëve njëkohore, absolutisht, se nuk ka gjithmonë zgjidhje të rrugëve njëkohore. Ne i klasifikojmë rrugët urbane kryesore dhe rrugët urbane dytësore. Pastaj kemi edhe rrugët e qeta. Unë e përshpresoj se ata që e kanë propozuar këtë gjona nuk i di. Edhe pikërisht është atëherë se në bazë të karakteristikave kur vendosim na shtyllat e rrugëve urbane kryesore dhe dytësore dhe rrugëve të qeta, atëherë sigurisht se mësane edhe lidhja e lagjeve me rrugët urbane dytësore dhe rrugët urbane kryesore atë shkohet edhe përmes rrugëve me 2 kahje në një drejtim, po edhe me 1 kahje në një drejtim. Sipas tij, së pari duhet të bëhet zonimi i qendrës, pastaj të merren veprime konkrete. Ajo që vjen prej policisë sigurisht se ata i kanë kërkesat e veta, po unë po shpresoj se kryetari Mrana i ka edhe ekspertat e vet dhe ka planin urban, edhe thjesht do ta realizojë planin urban, krijimin e 2 zonave, edhe zona 2 lidhet me rrugë nacionale, regionale ose edhe autoudhë, edhe kjo është zgjidhja më e mirë. Pastaj lidhja mes zonës parë dhe zonës 2 duhet më shku sigurisht me rrugë që ne i parashohim një shkencore që duhet më lidh,
është rrugë diagonale, radiale, pastaj tangenciale edhe kombinume në qënë se varësisht prej pozicionit të terrenit, se qysh mund me i lidh. Kjo është ajo metodat të cilat duhet Prishtina muli rrugë prej qarkullimit të automjeteve. Zona parë nuk e ka atë kuptimin se mundet me bo një zgjidhje sa i përket rrugëve nikahore, absolutisht, se nuk ka gjithmonë zgjidhje të rrugë nikahore. Na i klasifikojmë rrugë të urbane kryesore dhe rrugë të urbane dytësore. Pastaj kemi edhe rrugë të qeta. Unë e përshpresoj se ata që e kanë propozu këtë gjona nuk i din. Edhe pikërisht është atëherë se në bazë këtyre karakteristikave kur vendosim na shtyllat e rrugëve urbane kryesore dhe dytësore dhe rrugëve të qeta, atëherë sigurisht se masanej edhe lidhja e lagjeve me rrugë të urbane dytësore dhe rrugë të urbane kryesore atë shkohet edhe përmes rrugëve me dy kahje në një drejtim, po edhe me një kahje në një drejtim. Përkundër që komuna e Prishtinës ka deklaruar që nga viti i kaluar se e ka mbë valin në gjelbër të semaforëve në qendër të Prishtinës, Deda i thotë se kjo nuk ka ndodhur, megjithse është shumë e nevojshme për lirimin e komunikacionit. Jo, se kanë bërë. Ola gjelbër tonë me shpejtësi të kufizuar dhe vazhdon prej fushës se nuk nalet. Sot shkojmë na me kerra dhe shohemi se nalmin se cilën semafor me një shpejtësi 40 ose 60 km. Nuk e ka kritere teknike, nuk i plotëson për momentin ajo për më bëu valë gjelbër. Për shkak se kemi edhe kryqëzime, kemi edhe semafora, është një studim jashtëzakonisht i fortë, pastaj do të më kryej auditimi asaj rruge, me ndryshu pak pozicionin e semaforave, se na kemi semafora që është midis kalimit këmbësor, ajo nuk lejohet. Nuk lejohet se këmbësori më nuk mundet me vao. Nga komuna e Prishtinës nuk kanë treguar nëse ka ndonjë plan konkret në lidhje me kthimin e rrugëve kryesore të Prishtinës në rrugë njëkohore. Por drejtori i shërbimeve publike, Luftar Braha, ka thënë për kohën se kanë plana afatgjate për rregullimin e trafikut në Prishtinë. Policia e trafikut merr pjesë në grupet punuese, së bashku me ne dhe ekspertët e tyre janë pjesë e këtyre grupeve punuese. Ata mund të bëjnë ndonjë propozim, por që ne pastaj marrim vendimet. Kemi plane afatgjate për rregullimin e trafikut në Prishtinë, për të cilat mund t'i diskutojmë në ndonjë emision më gjerësisht. Vite më parë, komuna e Prishtinës bëri disa testime për një unazë njëkohore brenda qendrës së Prishtinës. Mirë po ai projekt u la në gjysmë pasi krijoheshin edhe më shumë të llovi dhe u kritikua shumë edhe nga qytetarët. Faleminderit që ishit sonte me ne.